Ish ministri i kulturës Astrid Haraqia, i cili po akuzohet se siguroi klient për viza për grupin e UK Rrugovës, ka pranuar se është marrë me rregullimin e vizave për simpatizant e antar të partisë së tij. Në një bisedë për Kallxo.com, Haraqia ka pranuar se ka lehtësuar viza. Pas arrestimit, ne kom thënë publikisht televizion që ndiku 80 viza njerëzve Gjakovës, raste qoftë humanitare, për shumë çështje shëndetësore ose për çështje ekonomike, ju ko për kraj kom suportu për viza dhe nuk nga do kur gjotë merë për arsye se na kemi suportu njerëz nga viti 95. Nuk u kun diçka re për mu. Edhe sot nuk e di që li ministër ose zëvendës ministër nuk suporton për dikon dhe për ambasada për mi marrë një vizë. Edhe unë nuk jem pishmën për ato që kun bo, edhe jem mos i sigurt që kush njëra jap s'paka. Haraqia mohon pretendimet e prokurorisë se veprimtaria e tij ishte ilegale, madje pretendon se gjithë zëvendësministrat e Kosovës ndërmjetësojnë për viza. Suport, ja më për shumë ka pas rast njëri që ka pas çështje shëndetësore. Ka pas probleme shëndetësore dhe më ka thonë një vozec ose më ka thonë në shok për X aktivistin, që qështë që këtë djali së mirë një mëj poshtë zotën se ka probleme shëndetësore kushtimisht. Ose këtë më shku të vllavi mi pa, ose ka pas edhe raste që ka pas që më shku mi pa një ndeshje të futbollit, që në konë aktivistat me, i kom përkra dhe i kom thonë që është mirë me u bo vizat. Edhe pozicia mi ka marrë dokumentacionin, i ka që në presidentës. Ka që ka qenë. Edhe qësh ka funksionu që e ka? Qëtë supportin, ka pas lidhje me ambasadën, a ju ka ngu ambasadorët, apo qësh ka ndu? Shumicën për shembull, ambasador nuk i di cili ambasador se më ka ngu, se në atë kohë që ka qenë shefat zyreve. Dhe unë nuk absolutisht asë një moment s'ku më ndu që më ka bëjt i shak keq. Më ka bëj mirë për gjithë probleme. Për shembull, ka pas për shembull ditën e shtunë, e ku bo vizën. Ditën e shtunë, kom thirrë shefin e zyrës, e kum lut, urani djalin e mina në Gjakov, ju kum lut, edhe u dal ditën e shtunë ma ka jap vizën, dhe kemi paguar planin privat me shërbim personel mjekësor komplet, dhe kemi dërguar shemë dhe sot ai djali gjallë. Ish ministri i kulturës përballet me akt akuzë të prokurorisë që nga java e kaluar. Prokuroria pretendon se roli i Haraqis në grupin e UK Rrugovës ishte për të siguruar klient për grupin. Siç shkruhet në akt akuzë, dëshmitar të shumt kanë dhënë prova se ai ishte duke rregulluar viza italiane për ta.